menaxhere që e falenderoj shumë edhe tani më kanë lidhë me shoqën e donë. Njëtën ta. Edhe shoqën e donë, Rokin edhe menaxherin, deri sot nuk më ka ra mi përmen intervista, kësha pas qef shumë. Mi falenderu për ato për punën e palodhshme që kanë bo, që janë merë me mu deri në momentin që u kryo operime. Jo për me lavdu vetën, për sa herë ka pas pa drejtësi, mo e kom bo shumë të kjartë në TikTok që kur ka pa drejtësi me shpirt, me gjithë qenjën time, e luftoj pa drejtësin. Në rastin e Anisës, në fillim, unë më konë një për aty në persona që kom dëshu, a është e vërtet, a është e smut, a së është, kom bo dhe video negative, masana kom full me Anisën, edhe normal që Roki e dona plot tjerë, kur jena fillu më marrë me këtë qeshtje e që është në vazhdim e sipër, jena konë shumë të rënditum, që shmunë, dikush se nasë më ishim e perceptu që dikush lunë me smundin e tjetërit, apo den, o konë një prej aty në momenteve që e një vetën krenar, që ku mujt të pakten një mbështetje, kur gjumës me bo, kur gjumës pasha pas fuqi me bo, të pakten e kumpru në vedien e njerëzve, se çkam deri ku shkojnë njerëz për reklamë, për shembull si rasti asaj ordinancës që veç me bërë reklame ka mashtru një vajzë të re, një familje të tërë, ju për e bojna operacionin s'pe bojna. Sa për Anisën veç suksese në krejt projekte që i ki në të ardhmen.